Ligji për angazhim të personave me punë të cilët tani më kanë të hyra të tjera nga shteti sikurse pensione, ndihma të garantuara minimale sociale apo bursa studimi, parashikon që të mundsojë atyre të punojnë punë shtesë, qoftë ajo e përkohshme disa ditore apo sezonale më së tepërmi në 6 muaj brenda një viti, duke i paraqitur në agjencinë e punësimit në formë elektronike si punëdhënës fizik apo si person juridik firmë. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi theksoi se ligji i ri që filloi të zbatohet nga 1 janari 2026 paraqet një hap të rëndësishëm në rregullimin e tregut të punës dhe formalizimin e ekonomisë gri. Тука сме и со инспекторите, каде што минатите година, особено во 2025 година, нели, контролите што се направени, видовме дека многу луѓе, еве како што го кажа во мојот говор, таа бројка околу 85.000 биле не пријавени во Агенција за вработување и нормално дека оние плаќаа казни според тоа однесување. И за да се избегне ова, за да се почитува законот, имаме уште една законска рамка која им дава можност да ги пријавуваат колку денови им е потребно. Nga qendra për ulëmtim dhe krijim të politikave thonë se ky ligj jep mundësi punëtorëve të angazhuar që t'u paguhen kontributet për aq ditë dhe orë sa punojnë, ku studentëve, rasteve sociale dhe punëtorëve që nuk kanë arritur pragun e mbushjes së pensionit t'u llogaritet stazhi i punës. Paraqitja e temporerëve do t'ju mundsojë edhe lehtësira fiskale për punëdhënësit fizik dhe firmat kompani, tha Marja Risteska. Ние можеме да бидеме работодавачи. Со овој закон сите можеме да бидеме и работно ангажирани лица. Дигиталната платформа наскоро ќе ни нуди и регистар на работно ангажирани лица и ќе биде новото место каде што доколку ви треба адхок некој работник во оние регулирани области, значи земјоделие, угостителство, туризам, услуги во домаќинството, а немате таков човек во вашиот телефон, можете да го најдете на овој регистар. Në fazën e parë ligji mbulon sektoret ku ekonomia jo formale është më e theksuar si bujqësia, pylltaria, peshkataria, akomodimi hotelierik, aktivitetet e shërbimit ushqimor si kafeteri dhe restorante, aktivitetet shtëpiake si mirëmbajtje dhe pastrime dhe ruajtja e fëmijëve, punëtorët e postave të shpejta dhe të tjerë. Pritjet janë për formalizimin e deri 12.000 punëtorëve sezonal në bujqësi dhe rreth 5.400 punëtorëve të padeklaruar në turizëm, hotelieri dhe shërbime, të cilët në total mbulojnë rreth 17.400 persona. Të dhënat e entit shtetror të statistikave tregojnë se rreth 85.000 persona janë angazhuar në mënyrë jo formale gjatë vitit 2025, që nënkupton se nuk kanë pasur sigurim shëndetësor apo pensional.